projekt vendimet propozuar nga Kryetarja e Bashkisë, ku pjesën më të madhe projekt vendimeve janë në lidhje me fatkeqësinë natyrore të tërmetit të datës 26 nëntor 2019. Ftoj sekretarin të procedojmë me thirrjen e emrave të këshilltarëve. Arjan Luka, Elvira Shemsi, Luan Nezha, Ondjana Kuqi, Dritan Bugia, Ermal Braholli, Julieta Ngota, Arlin Goshku, Arjeta Keqi, Ledar Kuzremi, Anisa Ibraj, Erzen Laçi, Roland Gjelilaj, Ana Lamo, Gjilola Doçi, Munir Konesha, Alfred Mullaraj, Leonada Mamo, Jurgen Raza, Elizabeta Mataj, Ervis Berteshi, Soada Quri, Denis Lika, Alketa Ngjeqi, Ilir Baja, Klementina Meqi, Dhesh Quni, Anila Kapedani, Frans Stradaj, Nurie Gjoni, Tekuran Markola, Ana Gasi, Aldo Qelaj, Denis Alvarasi, Dorian Isai, Marsita Peshti, Dritan Rakipi, Jonjada Musaraj, Mariana Kotri, Erad Dalipi, Gjojana Gjineci, Renald Koka, Tutura Kasa, Jonus Mushketa, Edira Devolli, Sami Osmani, Verina Reqi, Samet Vata, Florian Tahiri. 34 këshilltarë në sallë. Faleminderit Dori. Me që kurumi është i pranishëm, vazhdojmë me mbledhjen. Sot kemi 17 pika në rendin e ditës, disa janë të rrequr nga propozuesi. Po fillojmë me leximin e rendit ditës. Pika 1. Përmiratime e disa shtesave të vendimit të Këshillit Bashkiak numër 63, datë 17/3/2023, për sa i përket listës përfituesve nga programi i procesit rindërtimit në njësinë administrative numër 4, Pallati numër 130, rruga Aleksandër Goga, i dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e tërmetit datës 26 nëntor 2019 i ndryshuar. Pika 2. Përmiratimin e disa shtesave në vendime e Këshillit Bashkiak numër 99, datë 30/3/2023, përmiratimin e listës të përfituesve nga programi i procesit rindërtimit në njësinë administrative Katundi i Ri, objektet e të cilave janë dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e tërmetit datës 26 nëntor 2019 i ndryshuar. Pika 3. Përmiratime e disa shtesave në aneksin i bashkëlidhur vendimit Këshillit Bashkiak numër 37, datë 9/5/2022, përmiratimin e listës përfituese nga programi i procesit të rindërtimit në njësinë administrative numër 3, Pallat numër 32, rruga Hysen Kërtusha, i dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e tërmetit datës 26 nëntor 2019. Pika 4. Përmiratimin e disa shtesave të vendimit të Këshillit Bashkiak numër 32, datë 26/3/2021, për sa i përket listës së përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit për 4 banesa kolektive, lagja 17, rruga Lura, pallatet numër 1 dhe 3 dhe rruga Ahmet Dakli, pallatet numër 15 dhe 23, të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntor 2019 i ndryshuar. Pika 5. Përmiratimin e një ndryshimi në vendime e Këshillit Bashkiak numër 16, datë 21/5/2025, për sa i përket zotit Ilia Traja dhe zonjës Merita Traja. Pika 6. Përmiratimin e listës përfituesve nga programi i procesit rindërtimit në njësinë administrative numër 3, rruga Hysen Mushketa, pallati numër 25, i dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntor 2019. Pika 7. Përmiratimin e listës të përfituesve nga programi i rindërtimit në njësitë administrative numër 5 dhe 6, Suks, Manës, Ishëm, Rashbull dhe Katundi i Ri, Bashkia Durrës, që do të përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për banesat individuale të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntor 2019. Pika 8. Përmiratimin e listës së 13 paraprakët të 48 familjeve që kanë humbur shtëpitë individuale si pasojë e shëmbjes nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019, të cilët do të përfitojnë nga programi i zhvillimit të zonave të reja. Pika 9. Përmiratimin e planit veprimit qëndrueshëm për energjinë dhe klimën, SECAP të Bashkisë Durrës 2030. Pika 10.
për miratimin e përdorimit të fondit prej 1.581.683 lek të parafinancuara nga projekti Terrain, programi Interreg IPA Adrian 2021-2027. Pika 11, pika 12, 13, 14, 15 hiqet nga rendi i ditës. Pika 16, për miratimin e një ndryshimit vendimi Këshillit Bashkiak numër 16 datë 21/5/2025 për sa i përket zonjës Dajana Lumi, zotit Lirim Murja dhe zotit Mentor Muja. Pika 17 hiqet nga rendi i ditës. Pika 18, për miratimin e listës emërohet familjeve që përmbushin kriteret ligjore për përfitimin e bonusit të strehimit, që do të akordohet nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit në favor të Bashkisë Durrës për subvencionimin e QRA-s për vitin 2025. Pika 19, për miratimin e listës emërore të familjeve që përmbushin kriteret ligjore për përfitimin e grantit menjëhershëm që do të akordohet nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit në favor të Bashkisë Durrës për familje që përfitojnë ulje të vlerës së kontratës për vitin 2025. Pika 20, shtesë. Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi të ardhurat Bashkisë Durrës për muajin korrik 2025. Pika 21, shtesë për miratimin e ndryshimit VKB-s numër 25 datë 3/2/2023, VKB-s numër 85 datë 29/7/2024, VKB-s numër 190 datë 22/12/2023 për sa i përket ndryshimit listës emërore të familjeve përfituese të cilët do përfitojnë si pasojë të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntor 2019. Pika 22, shtesë për miratimin e ndryshimit vendimit Këshillit Bashkiak numër 166 datë 23/12/2021 për sa i përket ndryshimit listave emërore të familjeve përfituese të masës së grantit të rindërtimit të banesave individuale si pasojë të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore e tërmetit datës 26 nëntor 2019 për shkak të pamundësisë për të rindërtuar në të njëjtin truall dhe kalimin në një program tjetër. Dhe pika e fundit, pika 23, shtesë për miratimin e ndryshimit të VKB-s numër 119 datë 27/12/2022 për sa i përket ndryshimit të listave emërore të familjeve përfituese për riparimin e banesave të dëmtuara si pasojë të dëmeve të shkaktuar nga fatkeqësia natyrore e tërmetit datës 26 nëntor 2019 për shkak të ndryshimit të kategorisë të dëmit të shkaktuar. Keni ndonjë koment? Jeni dakord me rendin e ditës? Kalojmë votim, kush është pro? Atëherë me 35 vota pro, miratohet pa ndryshime rendi i ditës. Jepet fjala për projektimin e Me qenë se të lash të lexoje këtë rendin e ditës, për ta një gjuhë më shumë këto medias edhe këto të ftuarit që janë tu, ndesha vetëm të falenderoj pak opozitën për largesën që i boni herës tjetër, se i qanë barku shumë fakt për këto, se këto janë shumica për tërmetin dhe ndihmën ekonomike dhe familjet nevojë. Kështu që edhe nëse largohen prap, s'është në ndryshim i madh. Faleminderit zonja Kasa. Po, mund ta kërkosh? Po, Muka. Ju lutem. Mirdita, po, dhe radhës tjetër, me të vërtet opozita u largua në shenjë proteste që bashkia, por edhe pjesë e Këshillit, të vëhen në shina. Pra, atë çfarë ne kërkuam është që të gjitha materialet në bazë të rregullores duhet na vënë në dispozicion 5 ditë punuese përpara se të zhvillohet mbledhja e Këshillit. Për fat keq, mbledhjen e kaluar në erdhën 16 pika, u shtuan 6 pika, u hoqën 4 pika, u shtuan 2 tjera, u hoqën 4 tjera, erdhën 2 deri ditën e fundit. Për këtë, meqense ishte e përsëritur kjo si proces, neve protestuam në atë mënyrë që u larguam nga mbledhja e Këshillit. Ju tham që jemi në dispozicion për çdo ditë, ne mund të mbledhemi, fakti që jemi këtu sot, jemi të mbledhur, aprovuam atë çfarë është ajo protokolli i mbledhjes, neve jemi këtu për ta vazhduar mbledhjen, por meqense po ndërhy. Në vëmendje të gjithë duhet thojë Këshilli Bashkiak, një nga detyrat kryesore të tij ka për miratimin dhe aprovimin 30 sekonda, kaloj kohë. E organigramës pozicioneve të bashkisë si dhe rrogat.
Një pyetje kisha për nënkryetarin këtu, me qenë se nënkryetaria nuk është disponueshme. Të lutem të Ka lidhje sepse neve aprovuam rendin e ditës, janë pika shumë sensibël. Duhet zbatoni rregullore. Janë pika shumë sensibël. Jemi këtu për t'i aprovuar ato pika, por duam të dim nga ana bashkisë, administratorët e njësive bashkiake, nënkryetarët dhe drejtorët janë në funksionet e tyre, sepse Të lutem vazhdojmë me rendin e ditës. Sepse na rezulton që prej një jave kryeministri ka kërkuar shkarkimin e gjithë tyre. Natyrisht kryetaren e kemi kuptuar që e ka shkarkuar se ka 10 mbledhje që nuk paraqitet. Dhe kryetar kemi vetëm një tash, kryeministër dhe kryetar bashkish, por na intereson pa te çfarë është e gjithë piramida e bashkisë. Janë punë sepse ndryshe neve aprovojmë këtu projekt vendime, që kthehen vendime, por nuk e dim. Kemi infrastrukturën për t'i zbatuar, po jo, kaq. Faleminderit. Ma kërkoj. Faleminderit, zoti nënkryetar. Jepet fjala për projektvendimin pikës 1, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonada Musaraj. Mund të flas, okay. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Në lidhje me pikën e parë, komisioni me shumicë votash e miratoi dhe ne ftojmë Këshillin sot që të japi votën pro. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Elisabeta Mataj. Edhe Komisioni i Strehimit e kanon në votim. Faleminderit zonja Mataj. Komente, pyetje ka për pikën 1 të rendit ditës? Kalojmë votim, kush është pro? Me 35 vota pro, miratohet pa ndryshime. I jepet fjala për projektvendimin e pikës 2, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonada Musaraj. Atëherë edhe në lidhje me pikën 2, komisioni ynë e votoi me shumicë votash dhe propozojmë sot që të kalojnë në Këshill. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni i Strehimit Shërbime Publike, zonja Elisabeta Mataj. Edhe Komisioni i Strehimit me shumicë votash e kanon për votim. Faleminderit zonja Mataj. Komente, pyetje kemi për pikën 2? Kalojmë votim, kush është pro? Me 35 vota pro, miratohet pa ndryshime. Jepet fjala për projektvendimin pikës 3, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonada Musaraj. Atëherë dhe në lidhje me pikën 3, komisioni ynë e votoi me shumicë votash dhe fton Këshillin ta votojë sot pro. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Elisabeta Mataj. Pikën 3, Komisioni i Strehimit e kanon me shumicë votash për votim. Shumë faleminderit. Komente, pyetje ka, kalojmë votim? Okay. Muka Thorita. Po Muka? Këtu diskutohet për një pallat i cili ndodhet këtu në zonën e stadiumit, është numër 32 tek rruga Hysén Kërtusha. Nga ana e banorëve, meqense se pallati është dhënë si DS5, pa diskutohet që pallati do të shëmbet. Pavarësisht që në pikë këtu diskutohet thjesht për një familje që është bashkë ngjitur listës dhe si them është plotësuar ana dokumentare. Por banorët janë të shqetësuar sepse një pjesë e mirë e tyre nuk kanë kërkuar strehim në ambientet e reja të cilët bashkia ka ndërtuar në zonën e Spitalit Porto Romano. Por ato kanë kërkuar që kur pallati të rindërtohet, të ndërtohet në të njëjtin vend, sikurse është edhe projekti i bashkisë, ato të marrin zgjidhje, të marrin apartamente aty ku i kanë pasur për në të njëjtin vend. Për momentin, këta banorë nuk trajtohen për një vit e gjysmë më shumë me qera. Pyetja tyre është si do zgjidhet, dhe besoj që
dhe në shumë pika tjera, por që neve nuk e kemi informacionin e duhur, por janë banorë thash që ma kanë ngritur këtë si problem, por me që po diskutojmë nga ana e bashkisë mund të jepet një përgjigje. Pra banorët të cilët nuk do trajtohen me apartamente të reja, kanë kërkuar që të strehohen në të njëjtin pallat, kur ai të rindërtohet, për momentin nuk trajtohen me qera për një vit e gjys. Dhe këtu duket ajo që tha dhe nën kryetare që bashkisi bëhet bon shumë, domethënë, po si puna këtyre ka shumë qytetarë, megjithatë presin përgjigje. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Fatikisht ne banorët nuk është që po dëgjojmë për parë nga ju, me thënë drejtën, ne kemi çdo ditë takojmë banorët, dhe banorët janë të qartë sepse ne kemi sqaruar disa herë banorëve për pjesën e bonus qerave, për fat keq ka mbi 2 vjet që ky program le të themi është mbyllur, bashkia nuk ka mundësinë financiare për të përballuar bonusin qerave, por me banorët kemi komunikuar dhe ato janë ndjenin kësaj gjë që ato shumë shpejt do strehon të pallat e tyre ku ka qenë në një njëjtin vend. Besoj ju si antar këshillit keni kaluar një vendim ku kemi ratuar një fond për ndërtimin e pallatit. Dhe jemi në pritje të fillim procedurës. Besoj brenda për pak muaj fillojmë procedura të prokurimit për ato pallate atje. Faleminderit. Faleminderit zotin nën kryetar. Të lutem thërrit mikrofonin se nuk regjistrohesh. Po thoja që nga momenti që aty do shembet, ne kemi aprovuar fondin ka mbi 6 muaj, po edhe më shumë. Momenti që do shembet pallati, pallati ekzistues i cili është shpallur DS5, deri në momentin do rindërtohet pallati i ri, besoj që ikin ja 3 vjet. Për 3 vite ju po thoni që këto banorë nuk do marrin më bonusin e qeras? Faleminderit. Faleminderit zoti Muka. Kalojmë votim. Kush është pro për pikën 3 të rendit ditës? Me 35 vota pro, miratohet pa ndryshime. I jepet fjala për përgjendime pikës 4 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe në lidhje me pikën 4, ne si komisión ne votuam me shumicë votash dhe ftojmë Këshillin të votojë pro. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike zonja Elisabeta Mataj. Dhe Komisioni i Strehimit me shumicë votash e kalon. Faleminderit zonja Mataj. Komente pyetje ka për pikën 4 të rendit ditës? Kalojmë votim. Kush është pro për pikën 4? Me 35 vota pro, miratohet pa ndryshime dhe pika 4. Jepet fjala për përvendimin e pikës 5 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe në lidhje me pikën 5, ne votuam me shumicë votash dhe ftohet Këshilli të votojë pro. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike zonja Elisabeta Mataj. Komisioni i Strehimit për pikën 5 ra dakord të kalojë për votim. Faleminderit zonja Mataj. Komente pyetje ka për pikën 5? Kalojmë votim. Kush është pro për pikën 5 rendit ditës? Po. Me 36 vota pro, miratohet pa ndryshime dhe pika 5 e rendit ditës. Jepet fjala për përgjendimën e pikës 6 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe për pikën 6 ne votuam me shumicë votash dhe ftojmë Këshillin sot që t'japi miratimin. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike zonja Elisabeta Mataj. Edhe për pikën 6, Komisioni i Strehimit ra dakord të kalojë në votim. Faleminderit zonja Mataj. Komente pyetje ka për pikën 6? Kalojmë votim. Kush është pro për pikën 6? Me 36 vota pro, miratohet pa ndryshime. Jepet fjala për përvendimin e pikës 7 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë në lidhje me pikën 7 ne votuam me shumicë votash, un kam vetëm një saktësim, kryetare. Duhet që të hiqet pika 6 sepse mungon aneksi 2. Tek te njësia administrative 6, po, aneksi 2 mungon, kështu që ne e votuam duke mos e përfshirë këtë sepse nuk është bashkangjitur aneksi 2. Okej, faleminderit. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike zonja Elisabeta Mataj. Komisioni i Strehimit është dakord me propozimin e Komisionit Ligjor. Faleminderit. Komente pyetje ka? Kalojmë votim. Kush është pro për pikën 7 rendit ditës me ndryshime?
Me 36 vota pro, miratohet me ndryshime dhe pika 7 e rendi ditës. Jepet fjala për projekvendimin e pikës 8, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe në lidhje me pikën 8, ne votuam me shumicë votash dhe kërkojmë miratimin nga Këshilli. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Elisabeta Amataj. Pikën 8, Komisioni i Strehimit e kalon me shumicë votash për votim. Faleminderit. Komente, pyetje ka për pikën 8? Kalojmë votim, kush është pro për pikën 8? Me 36 vota pro, miratohet pa ndryshime dhe pika 8 e rendit ditës. Jepet fjala për projektvendim e pikës 9 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe në lidhje me pikën 9, ne votuam me shumicë votash dhe kërkojmë miratimin nga Këshilli. Faleminderit. Komisioni Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve, zonja Klementina Meçi. Faleminderit kryetar, mirëdita gjithëve. Komisioni i Trajtimit Mbetjeve dhe Mjedisit mori në shqyrtim pikën 9 dhe vendosi me shumicë votash që të sjelli për kaluar planin e veprimit qëndrueshëm për energjinë dhe klimën për Bashkinë e Durrësit. Faleminderit. Faleminderit zonja Meçi. Komente, pyetje ka për pikën 9? Kalojmë votim, kush është pro për pikën 9 rendit ditës? Me 36 vota pro, miratohet pa ndryshime dhe pika 9. Jepet fjala për projektvendim e pikës 10, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonja Jonjada Musaraj. Atëherë dhe në lidhje me pikën 10, komisioni ynë votoi me shumicë votash dhe propozojmë sot miratohet. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni Buxhetit, Financës dhe Taksave Tarifave, zoti Hekuran Markola. Faleminderit. Komisioni Buxhetit dhe Financave aprovoi me shumicë votash dhe kalon për votim Këshillin Bashkiak. Faleminderit zoti Markola. Komente, pyetje ka për pikën 10 rendit ditës? Kalojmë votim, kush është pro? Me 36 vota pro, miratohet pa ndryshime dhe pika 10 e rendit ditës. Pikat 11, 12, 13, 14, 15 janë hequr nga rendi i ditës. Kalojmë tek projektvendimi i pikës 16. Jepet fjala Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe për pikën 16, komisioni ynë votoi me shumicë votash, propozojmë sot marrim miratimin nga Këshilli. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Elisabeta Amataj. Edhe Komisioni i Strehimit, pikën 16, është dakord të kalojë në votim Këshill Bashkiak. Faleminderit zonja Amataj. Komente, pyetje ka për pikën 16 rendit ditës? Kalojmë votim, kush është pro për pikën 16? Me 36 vota pro, miratohet pa ndryshime dhe pika e 16. Pika 17 është hequr nga rendi i ditës. Jepet fjala për projektvendim e pikës 18 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonja Jonjada Musaraj. Atëherë dhe në lidhje me pikën 18, komisioni ynë meratoi me shumicë votash dhe propozojmë sot Këshillit që t'japi votën pro. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Elisabeta Amataj. Komisioni i Strehimit për pikën 18 ra dakord të kalojë në votim për Këshillin Bashkiak. Faleminderit. Komente, pyetje ka për pikën 18? Kalojmë votim, kush është pro për pikën 18? Me 36 vota pro, miratohet pa ndryshime dhe pika 18 e rendit ditës. Jepet fjala për projektvendim e pikës 19, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonja Jonjada Musaraj. Atëherë dhe për pikën 19, ne miratohem me shumicë votash dhe kërkojmë miratimin e Këshillit sot. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Elisabeta Amataj. Edhe Komisioni i Strehimit për pikën 19 kalon me shumicë votash, ja kalon Këshillit për votim. Komente ose pyetje ka për pikën 19? Kalojmë votim, kush është pro për pikën 19 rendit ditës? Me 36 vota pro, miratohet dhe pika 19 e rendit të ditës. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 20 Komisionit Barazisë Gjinore me Qenie Sociale dhe Mos Diskriminimit, zonjës Gjiljola Doçi. Edhe për këtë pikë, komisioni jonë mbrol dhe si gjithmonë dakordësoi që t'i kalojë Këshillit Bashkiak për miratim. Faleminderit zonja Doçi. Komente, pyetje ka për pikën 20 rendit ditës? Kalojmë votim.
Kush është pro për pikën 20? Me 36 vota pro miratohet pa ndryshime dhe pika 20. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 21, Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë edhe për pikën 21 ne dha miratimin si shumicë në komision dhe kërkoj miratimin sot nga Këshilli. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Elisabeta Mataj. Komisioni i Strehimit për pikën 21 kalon për votim në Këshill Bashkiak. Faleminderit zonja Mataj. Komente pyetje ka për pikën 21 të rendit ditës? Kush është pro? E hedhim votim. Me 36 vota pro miratohet pa ndryshime dhe pika 21 e rendit ditës. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 22, Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike, zoti Dritan Rakipi. Të lut Dritani ma thërrit pak. Okej. U mblodh Komisioni Rregullor dhe Çështjeve Juridike me shumicë votash i propozohet Këshillit Bashkiak votimi i pikës 22. Faleminderit zoti Rakipi. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Elisabeta Mataj. Edhe Komisioni i Strehimit është dakord të kalojë në votim në Këshillin Bashkiak me shumicë. Faleminderit zonja Mataj. Komente pyetje ka për pikën 22 të rendit ditës? Kalojnë votim kush është pro për pikën 22? Me 36 vota pro miratohet pa ndryshime dhe pika 22 e rendit ditës. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 23, Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike, zoti Dritan Rakipi. Komisioni Rregullor dhe Çështjeve Juridike me shumicë votash i propozon në Këshillin Bashkiak kalimin e pikës 23. Faleminderit zoti Rakipi. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Elisabeta Mataj. Edhe Komisioni i Strehimit, si dhe për pika më parë, është dakord të kalojë për votim. Pikë 20. Faleminderit zonja Mataj. Komente pyetje ka për pikën 23 të rendit ditës? Kalojnë votim. Kush është pro për pikën 23 të rendit ditës? Me 36 vota pro miratohet pa ndryshime dhe pika 23 e rendit të ditës. Ka kërkuar fjalën për diskutim zonja Klementina Meçi. Atëherë, përshëndetje sërish, unë kam kënaqësinë të ndaj me ju sot përtej dallimeve politike, disa gjetje të rëndësishme që vinë si rezultati i barometrit gjinor në nivel kombëtar. Ky barometër është instrument vlerësimi dhe monitorimi për standardet e barazisë gjinore dhe të dhënat për Durrësin janë mbledhur në muajin janar, sigurisht në bashkëpunim të ngushtë mes Aleancës Grave Këshilltare dhe Administratës së Bashkisë. Pas përpunimit të këtyre të dhënave, ne kemi identifikuar dy gjetje të cilat do donim t'i ndanim me Administratën e Bashkisë në funksion të përmirësimit të dy aspekteve. Duke punuar më shumë në drejtim të përmirësimit të përfaqësimit 30% për në zëvendëskryetarët e saj dhe gjithashtu për përfaqësimin 30% për administratorët e njësive administrative. Sa më sipër Aleanca kërkon që të krijohet mundësia që kjo gjë të jetë e mundur. Dhe barazia gjinore nuk është vetëm një detyrim ligjor, por është edhe një themel i demokracisë lokale dhe zhvillimit të qëndrueshëm për të gjithë qytetarët. Faleminderit. Në emër të grupit të Demokrat doja të bëja një përmbyllje, pra siç u pa dhe sot, të gjitha projekt vendimet që u solën u votuan me pozitivitet nga ana e jon, natyrisht edhe nga ana pjesa tjetër e Këshillit. Kjo tregon që nga ana e opozitës ka përgjegjësi ndaj asaj çfarë është ndjesitë ndaj qytetarëve, problematikave që ato kanë. Siç e tham, sa herë do ketë nevojë, ne do jemi këtu për të mbrojtur interesat e atyre natyrisht dhe interesat e qytetit. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Muka, duke ju falendëruar për përkushtim. Hallexhit.
Ju falenderoj për pjesëmarrjen, angazhimin. Ju uroj pushime të gëzuara. Takohemi në shtator.